Ndërhyrja në kohë e policisë së Velipojës ka parandaluar për shkazimin e një konflikti që mund të kishte pasoja të rënda. Një 47 vjeçar është vënë në pranga pasi u konfliktua fizikisht për motive të dobta me një 42 vjeçar dhe posedonte pa leje një armë zjarri pistolet. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Gomsiçe, ku pas përplasjes fizike është dëmtuar 42 vjeçari, i cili po merr mjekimin në Spitalin Rajonal Shkodër dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas njoftimit, specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj organizuan punën për parandalimin e përshkazimit të konfliktit, duke quar në kapjen dhe arrestimin e shtetasit NS 47 vjeç. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se konflikti ka ndodhur për motive të dobta. Gjatë kontrollit të banesës së 47 vjeçarit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet, të cilën ai e posedonte pa leje. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Shkodër për veprime të mëtejshme ligjore.